Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndrimet dhe lavdrimet tona ja dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të flas sot rreth temës Islami nuk është vetëm fe, por është edhe kod i plot i jetës. Ardha e Islamit nga Allahu i madhëruar e bën atë të vetmen fe në botë që jep zgjidhje të vërteta për të tilla probleme si trazirat shoqërore, paqëndrueshmëritë politike, varfëria dhe skamja, prostitucioni, vrasja, narkomania, alkolizmi, prishja familjes, kriminaliteti rinor, vetvrasja, sida e të tjera si këto. Islami nuk është vetëm fe, por edhe kod i plot i jetës. E drejta Islami rrok të gjitha anët e jetës, si ato shoqërore, ashtu edhe ato individuale. E drejta Islame është përmbledhja e mendimit islam, është faqja më tipike e mënyrës islame të jetës, është thelbi i vetfesë islame. E të jeta e muslimanëve, letërsia dhe disiplinat arabe dhe islame të dijes, të gjitha janë të mbruajtura thellë në idealet e të drejtës islame. Është e pamundur të kuptohet Islami pa kuptuar të drejtën islame. E drejta islame ndalon në mënyrë të prerë tradhtinë bashkëtorë dhe marrëdhëniet jashtëmartësore seksuale, pra, siç thuhet qartë në urdhrin e poshtëm kuranor. E mos u afroni imoralitetit sepse ai është një vepër e turpshme dhe një e keqe që hap rrugën për më shumë të keqia të tjera. Lexojmë në surën Isra në ajetin 32. Feja islame e zvjerth, pra e ndalon, largon dhe neverit dyshimin e papërligjur, sa më shumë që të jetë e mundur. Allahu i madhëruar thot në Kur'an: o ju që keni besuar, shmangeni dyshimin sa më shumë që të jetë e mundur, sepse në disa raste dyshimi është mëkat dhe mos e përgjoni njëri tjetrin, mos e përgojoni njëri tjetrin. A do të çonte ndokush nga ju të hante mishin e vëllait të vet të vdekur? Jo, do të ndjenit neveri. Pra, kijeni frikë Zotin, sepse Zoti e pranon pendimin. Ai është mëshirëplot. Lexojmë në surën Hujurat në ajetin 12. Ligjet e Islamit të barazisë dhe të drejtësisë, të zbutura nga mëshira, shihen në urdhat e mëposhtme të Kuranit Kerim. O ju që keni besuar, në rast të vrasjeje, ju është urdhëruar ligji i barazisë, i liri për të lirin, sklavi për sklavin, gruaja për gruan. Por, nëse ka falje nga vëllai i të vrarit, atëherë pranoni ndonjë kërkesë të arsyeshme dhe shpërblejeni atë me mirënjohje bujare. Ky është lëshim dhe mëshirë nga Zoti juaj. Pas kësaj, kushdo që i kalon kufit, do të ketë një dënim të rëndë. Dhe thot Allahu i madhëruar, në ligjin e barazisë është jeta juaj, shpëtimi i jetës suaj, o ju njerëz me arsye që të përmbani veten. Sure Bekare, ajetet 178-179. Vrasja, plaçkitja dhe krimet të tjera si këto po ndodhin ditë për ditë në gjithë botën, e sidomos në ato vende ku nuk praktikohet feja. Vendet që i përmban vendosmëri së drejtës islame, sheriatit, janë më pak të prekura nga fenomene të tilla. Urtësia e zakonshme, tradicionali i thot njeriut të mos bëj asgjë të kundërligjshme kur shikon që keqbërësit të ndëshkohen siç e meritojnë. Dhe besimtari shikon këtë ndëshkim të keqbërësit si bekim të Allahut të madhëruar për tërë njerëzinë. Të ndëshkosh fajtorin siç e meriton, do të thotë se njerëzit që i binden ligjit do të kenë qetësinë e mendjes, sepse ata
me siguri din të mbrohen nga ligji. Dhe kjo është një lloj si të zhdukësh kancerin shoqëror për të mirën e të gjithë njerëzve. Dhe e kundërta, vendet të cilat e kanë braktisur tërësisht fenë islame, të cilat u përmban ligjeve të bëra nga njeriu, ato gjithmonë do të jenë në prag të kaosit dhe të paqëndrueshmërisë. Atje ku sundon ligji islam, njerëzit e kanë frikë Zotin dhe janë të pastër moralisht. Ata i bindën fjalës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë: nga të gjithë njerëzit, ata që janë besimtar i shmangen më shumë vrasjes. Islami kur flet për çështjet e divorcit apo zënkat e fërkimet bashkëtorë, urrëtitjen apo pakanajsitë ndërmjet burrit dhe gruas, urdhëron që ata të mos e keq trajtojnë njëri tjetrin. Islami ka përcaktuar hapa shumë të matur për të ndjekur kur ka mosmarrëveshje serioze midis bashkëshortëve. Objektivi themelor është paqja dhe paqëtimi për bashkimin e familjes. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: në qoftë se keni frikë se mos prishen marrëdhëniet midis çiftit, caktoni ndërmjetës një nga familja e tij dhe një nga familja e saj. Në qoftë se bashkëshortët duan paqe, Allahu do të bëjë që ata të pajtohen, sepse Allahu ka dije të plotë dhe di gjithçka. Sura Nisa, ajeti 35. Allahu i Madhërisëm i ka urdhëruar burrat besimtar të sillen në gratë të tyre me mirësi e dashamirësi, siç tregon ajeti më poshtëm ku thotë: o ju që keni besuar, ju është ndaluar t'i trashëgoni gratë kundër dëshirës së tyre, e as t'i shtrëngoni për të marrë diçka nga ajo që ju keni dhënë, përveç se kur bëjnë pandershmëri të hapur. Përkundrazi, jetoni me to me dashamirësi dhe drejtësi. Nëse keni pakanësi ndaj tyre, duroni, sepse mund të ndodhë, thot Allahu, që ju nuk pëlqeni diçka dhe Allahu të sjellë shumë të mira nëpërmjet saj. Sura Nisa, ajeti 19. Në Islam, gruaja gëzon njësoj si burri të drejtën e divorcit në qoftë se kërkesa e saj për divorc përligjet, domethënë në qoftë se rezulton që martesa nuk funksionon dhe është pa fryt, sepse bashkëshorti nuk i kryen detyrimet e tij ose sepse asnjë fije dashurie nuk i lidh për bashkëjetesë. Po kështu, burri mund ta divorcojë gruan e tij, në qoftë se ajo është fajtore për pandershmëri. Sidoqoftë, duhet të mbahet në mendje këshilla e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë: ajo gjë e ligjshme të cilën Allahu e urren më shumë është divorci. Ndalimi i pijeve desë dhe i bigjozit është një urdhër tjetër kuranor që i zbriti profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nga Allahu i gjithditur, i cili thotë: o ju që keni besuar, pijet dehës dhe bigjozi, adhurimi i idhujve dhe shiqetat për fadh janë vepra e nevritshme e shejtanit. Largohuni nga një neveri e tillë që të mund të shpëtoni. Synimi i shejtanit është të shkaktojë vetëm armiqësi dhe urrëtie ndër ju, me pije dehese dhe bigjoz, dhe t'ju largojë nga përmendja e Zotit dhe falja. Atëherë, a nuk do t'i braktisni alkoolin dhe bigjozin? Lexojmë në surën Maide, ajetet 90-91. Islami e konsideron jetën e njeriut si një amanet të Allahut të Madhërisëm. Prandaj, është ndaluar vetvrasja në Islam. Vërtet, gjithçka të mirë që e ka një njeri është amanet. Mendja e tij, trupi dhe shpirti i tij, bashkëshortja apo bashkëshortja e tij, fëmijët e tij, pasuria e tij dhe të tjera si këto. Të gjitha e përkasin vetëm Allahut të lartësuar. Atëherë, ç'të drejt ka njeriu të marrë jetën vetes së tij? Allahu i Madhëruar thotë në Kur'an: o ju që keni besuar, mos e hani padrejtësisht pasurinë e njëri tjetrit, por le të ketë tregti të ndërsjellët me vullnet të mirë ndërmjet jush dhe mos vrisni, mos e shkatërroni veten tuaj, sepse vërtet Allahu është shumë i mëshirshëm me ju. Në qoftë se ndonjëri e bën këtë me armiqësi dhe padrejtësisht, ne shpejt do ta hedhim në zjarr dhe kjo është e lehtë për Allahun. Sura Nisa, ajetet 29-30. Muslimanët e dinë mirë se vetvrasja është ndaluar krye këput nga Allahu i lartësuar. Asnjë musliman nuk bën vetvrasje, sepse po ta bëjë diçka të tillë,
do të ketë xhenemi si banesë të tij të përjetshme. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: ai që hidhet nga një mal dhe vret veten, do të hidhet në zjarr e atje do të mbetet përgjithmonë. Kurse ai që pi helme mbyt veten, do ta ketë helmin në dorën e tij dhe do ta hurp, pra do ta pi atë gjithmonë e përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Dhe thot profeti i nderuar, mos i bëni keq vetes, mos u bëni keq të tjerëve. Shikues të dëgjues të nderuar, këto që përmendëm janë vetëm disa pika të cilat na bëjnë të kuptojmë se Islami nuk është vetëm fe, por është edhe kodi plot i jetës së njeriut. Islami i rrok të gjitha anët e jetës, si ato shoqërore, ashtu edhe ato individuale. Së fundmi, e lutim Allahun madhëruar të na mundësoj të jetojmë me Islam deri në fund të jetës sonë. Amin. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte tema për ditën e sotme. Ju uroj më të mirat dhe inshallah të bëhemi nga ata të cilët i zbatojmë ato që na urdhëron Allah për të pasur një jetë të mirë, të lumtur dhe të qetë. Ju përshëndes në përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.